Pres që pas këtyre zgjedhjeve lokale të hymë në një cikël të fuqishëm investimesh. Prandaj, është logjike të mendohet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare për të siguruar një mandat të ri 4 vjeçar. Nëse e shohim këtë si një vendim politik, do të pajtohesha, por nëse e shohim nga këndvështrimi shtetëror, atëherë mendojmë ndryshe. Kështu deklaroi kryeministri Hristijan Mickovski më 8 tetor kur u pyet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare pas insistimit të vazhdueshëm të opozitës shqiptare për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, por Mickovski sot kishte reteruar nga qëndrimi i tij, deklaroi se qeveria ka legjitimitet të plotë dhe se vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Tha se vëmëros i shkojnë përshtat i zgjedhjet e parakohshme, por një vendim i tillë sipas kryeministrit nuk është në të mirë të shtetit. Ova vlada ima pun legitimitet. Kjo qeveri ka legitimitet të plot, për më shumë se 600.000 qytetarë kanë votuar për këtë qeveri në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Kuptoj se ka parti politike që përveç ndarjeve dhe çështjeve nacionaliste, nuk kanë program tjetër e për të mobilizuar strukturat dhe votuesit e tyre. Për çështjen e vetme që aktualisht mund të bisedojnë është që në vazhdimsi ta përsërisin termin zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Përveç kryeministrit, kundër zgjedhjeve të parakohshme është edhe pjesa tjetër e koalicionit qeverisës, respektivisht koalicioni shqiptar vlen, e me kërkesë të vazhdueshme për realizimin e zgjedhjeve të parakohshme është koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim.